Unë e njanin i cili ka vepru kështu, më kujtohet mu që ka vepru kështu dhe ka sprovu Allahu Azza wa Jall begi shumë. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft krejtve. E ke pa ka njerë që dikush është të falë, e ai tjetri munohet me nguc, me shti me kesh, s'to mos trit, në shtëpia shumë, po dhe në xhamia. Kujdesa musliman, unë e njanën kur ish me të falë, arke na falë këtë veshje. Me demek shejtani po të flet, me lanë mos më falë, hajgarën atë kuptimin. Allahu Azza wa Jall na falë të tanve, na kon tri, mirë po muë, më kujtohet kjo dhe e di që e ka sprovu Allahu Azza wa Jall me një sprovu begit ranë. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft të tanve. Tash nashtë edhe ajo është të njëjtë është i këta që ka për thamë. Po para se me një aja Allahu Azza wa Jall është dëshmitar i kësana që ka për thamë. O Allahu alem pe qkafit ka orë sprova. Mirë po ka mundësi me kanë prej asajna. Kështu që kujdesa musliman, nëse shëti kanë të falë. Munohu me prokrasat manesh. Për shembull, ja nalë zanën asana që ka i të ngu. E nalë muhabetin tanë. Nashta jeni farë muhabeti që ka mundësi me të kesh ty vetë. Në roa muhabetin, banë muhabet serios, zvogloha pak zanën, në qofë se nuk falesh, bile mos i pengata që falen. Allahu Azza wa Jall na ba për aty në që kur nuk i pengojmë ata që falen. E lusëm Allahun Azza wa Jall në e falë krejtve gabimet tona. O Allahu alem për qkafit vinë sprovat, mirë po ka mundësi me kanë për kësajna. Por shamë muë, mas pari që më ka shku menja, kër e kom pa që u sprovu që shto, ka shku menja të që kja, o Allahu alem për qkafit vinë sprova, mirë po ka mundësi me arë për kësajna. Por shka se kjo logaritet hajgare me fe, e hajgare me fe është jashtëzakonisht e rrezikshme, e vetmja që ka na arsyeta neve shqiptarëve në këta, është se na jemi paditur, nuk dim rregullat fesë. Padituria jonë është arsyeja më e madhe në këtë aspekt. Allahu Azza wa Jall na ruajtë e na bëj prej muslimanëve të mirë.